që zgjodhen me konsensus nuk e doni fare pastaj dhe e kanë sulmuar. U sulmuar nga gjitha palët në fund. Ai arriti të ishte me të vërtetë ajo fjala mbi palët, që ne kemi qef ta përdorim në politikën shqiptare, ai arriti të ishte mbi palët dhe bëri atë që duhet bënte. Shqipëria politike e viteve të Mojsiut ka qenë Shqipëria më demokratike, mendoj unë, që mbas vitit 1990. Domethënë, një opozitë e fortë që po bësh gati të vinte në pushtet, një kryeministër si Fatosnano liberal me atë, një parti socialiste demokratike që Majko humbet me Fatosnano me 34 vota për kryesimin e partisë, në Parti Demokratike gjithë ato zhvillime, raportet me Amerikën, domethënë ishin në nivele të larta, Shqipëria po afrohej drejt NATO-s dhe presidenti ishte Alfred Mojsiu. Ka më bukur, Shqipëria më e bukur që ka ndodhur në këto 35 vjet. Vendin e zotit Mojsiu e zuri zotit Topi, president madhe in Tirana. Në dritaren që i keni kushtuar zotit Topit, më bëri përshtypje një detaj, Topi i serviri Berishës verën 30 vjeçare në shtëpi, por shia 5 vjeçare ishte shumë e hidhur. Më vjen shumë që ke kapur këtë frazë që e kisha me shumë dëshirë që ta shkruaja. Bamir Topi është niveli më i lartë, produkti më i lartë i kësaj treve Tirane dhe duhet ta them këtë gjë. Ishte, prandaj kam shkruar Made in Tirana, është një produkt all inclusive them Tirana dhe Tirana meritonte që kishte një produkt të saj në krye të shtetit. Mirë po është shumë i vështirë të punosh president në Shqipëri duke qenë një figurë që të bësh detyrën tënde dhe veçanërisht në ato situata. Ishte shumë e vështirë të punonte një president me Sali Berishën kryeministër. Ishte shumë e vështirë dhe me një opozitë edhe aq agresive sa ka qenë Partia Socialiste në atë kohë që nuk pranonte asgjë. Cila ishte pika që derdhi gotën, zoti Qafoku? Po unë mendoj që zoti Topi i vuri kufizime zotit Berisha dhe nuk e la të ndërhynte në punët e tij. Kjo është dhe krijon një raport. Domethënë atë që themi ne që Basha ishte e bëri Berisha, e vuri Berisha dhe ishte jesmeni Berishës, Basha nuk i tha ndonjëherë Berishës, doktor, ti je shumë i mirë, unë të dua shumë, po stop këtu. Bamir Topi e bëri këtë dhe këtë merit ne duhet t'ia themi. Duhet t'ia themi. A ka pasur defekte? Ore, gjithë mund t'i gjenë defekte, po njeriu, presidenti marrë mend për aktet në momentet më delikate. Në 21 janar, ai nuk u bë palë me Berishën. Dhe kjo është thelbësore. A imagjinoni një president që ti nënshtroi kryeministrit qeverisë, u vranë 4 qytetar, ai nuk e bëri këtë dhe në momentet më të vështira duket kreu i shtetit. Ai arriti të jetë në lartësinë e detyrës. Zoti Qafoku, Bujar Nishani ishte i radhës që pasoi zotin Topi në krye të presidencës. Atëherë ka patur një shumë polemika, ka patur shumë diskutime mbi emrin e ri që do ulej në karrierën presidenciale. U fol për Artan Hoxhën, publicistin e njohur, ndërkohë që befas doli asi në mëngj që ishte Bujar Nishani. Ishte një emër që në fillim i vendosur apo ishte vendimi i orëve të fundit? Jo, ishte golden goal. Marrë në të rregullin në futboll golden goal, bësh golin mbyllesh loja. Do të nuk ishte asnjë bile Berisha e ka thënë këtë, që nëse ju tani grupi parlamentar nuk do votoni Bujar Nishani, do kalojmë zgjedhjet parakoshme. Do të ishte një moment që ishte real zgjedhjet parakoshme, nuk ishte kështu një fjalë goje dhe nuk ishte presion. Dy opsione ishin. Dhe duke dhënë dorëheqjen Artan Hoxha, madje unë kam marrë një intervistë disa kohë përpara thonë se mos zgjidhin ty president. Unë po e deklaroj thënë që nuk do bëhem kurrë. Në fakt ai e pranoi kandidaturën, po erdhën ai bëri edhe një letër që unë nuk do jem president i ardhshëm sepse nuk ka konsensus. Por ai ishte një lloj presioni dhe kjo dihet për opinionin publik, po Bujar Nishani pati një merit që duke u zgjedhur nga Partia Demokratike, ai vetëm një vit punoi me Partinë Demokratike. 4 vite të tjera ishte me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste. Ai kurrë nuk krijoi një krizë. Se e kalon kështu, edhe nëse Bujar Nishani, si ore Bujar Nishani, nuk bëri një krizë. Ai po donte e harruam atë të zotit Meta që firmoste asgjë ose firmoste ato. Ai nuk krijoi asnjë krizë politike dhe për këtë është merit dhe janë edhe këto elemente i burri shteti. Dhe zoti Bujar Nishani, i cili për fat keq nuk jeton, duhet t'ia japim këtë merit dhe duhet ta nderojmë për atë që ka bërë. Por ai, domethënë, le të themi hyri edhe në një sër polemikash me zotin Topi, zoti Topi në librin e kujtimeve të tij e solli zotin Nishani në një variant tjetër, pra nga
pompiste konsideron e mora e solla në Partinë Demokratike. Çfarë ndodhi në këtë raport, zoti Qafoku? Shiko, unë nuk do t'i vë re kësaj, sepse unë i njoh të dy dhe për dy unë kam pasur konsiderat. Tani ta ngrejmë atë, po themi, jo nivellet diskutim, po ta ngrejmë konfliktet